تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na voj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lërt të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Më tutje vazhdojmë me leximin e librit Rawdatul Uqala, kopshti i të mençurve, nga autori Ebu Hatim Muhammed ibn Hibban at-Tamimi al-Busti, i cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Kemi arritur te tema 49 me titullin Dhikru taqallubid dunya wa taqallubiha bi ahliha. Domethënë përmendje ose përkujtim për ndryshueshmërinë e dunjas dhe që vazhdimisht i ndryshon dunjaja banorëve të saj. Domethënë nuk është asnjëherë stabile, se një prej cilësive të kësaj dunjaje është, domethënë cilësi e pandryshueshme e kësaj dunjaje është që gjithmonë ndryshon, edhe nuk është asnjëherë në të njëjtin nivel ose në të njëjtin drejtim, por banorët e dunjas, domethënë shijojnë një herë atë, një herë këtë, si ka thonë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, domethënë nëse një shtëpi mbushet me gëzim, patjetër do të ketë në të pikëllim. Domethënë një kohë ka gëzim, pastaj vjen pikëllimi. Edhe ajo shtëpi që ka pikëllim do të largohet, do të vi gëzimi. Domethënë është ndryshueshmëri e përhershme. Njeriu një herë ka varfëri, pastaj pasurohet, pastaj edhe i pasuri ka mundësi të varfërohet, edhe ka shëndet, i vjen smundja, smurit i vjen shërimi, domethënë është gjithmonë e ndryshueshme. Edhe argument për këtë edhe është edhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën përndryshe kemi përmendur disa herë në aspekte të ndryshme, në tema të ndryshme. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është e çuditshme gjendja e besimtarit. E gjithë gjendja e tij është hajër, mirësi. Domethënë besimtari, ajo nëse e ka imanin e sakt, edhe është në rrugën e drejtë, atëherë gjithmonë është në mirësi, pa marrë parasysh në çfarë gjendje në aspektin e dunjas është. Se ka thënë, nëse i ndodh një gëzim ose një e mirë, falenderon dhe kjo është mirë për të, edhe nëse i ndodh një e keqe, duron edhe kjo është mirë për të. Edhe kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse i ndodh një e mirë, nëse i ndodh një e keqe, domethënë se në dunjë patjetër do të ketë ndryshime. Një herë ndodhe mirë, pastaj ndodhe keqe, pastaj prapë vjen e mira, pastaj pas mirës ka ndonjëherë të këqija. Por besimtari që beson në Allahun subhanahu wa taala, se ka Zot absolut, Allahun e lartësuar, edhe beson se çdo gjë është me caktimin e tij, atëherë situata e tij është gjithmonë hajër, se në secilën gjendje të dunjas e adhuron Allahun me atë adhurim që është i përshtatshëm me atë gjendje. Dhe ka thënë këtu autori rahimahullah në fillim të temës e ka sjell këtë hadith ku thot akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdissalam qala haddathana Abdullah ibn Hani ibn Abdirrahman ibn Abi Abla qala haddathana abi an ammihi Ibrahim ibn Abi Abla an
الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thënë me këtë zinxhir transmeton nga Abu Darda radhiyallahu anhu, i cili thot se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men asbaha mu'afan fi badanihi, aminan fi sirbihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya. Do thot kush ngrihet mëngjes i shëndosh në trupin e tij, nuk ka smundje, nuk ka tmeta ose mangësi në trupin e tij, është i sigurt në shtëpinë e tij ose për familjen e tij, pra nuk ka frikë prej sulmeve ose prej luftës ose prej bandave, dhe e ka ushqimin e asaj dite. Atëherë ai është sigur të jetë mbledhur për të e gjithë dunjaja dhe çdo gjë që kanë të. Domethënë kush i ka këto tri komponenta në ditën e tij, duhet me të vërtet të jetë mirënjohës i plot ndaj Allahut subhanahu wa taala. Çka kërkon njeriu përtej kësaj? Domethënë çdo gjë përtej kësaj është vetëm luks. Pra ka thonë kush e ka këtë, domethënë e ka shëndetin në trupin e tij, është i sigurt dhe i qetë për familjen e tij, edhe ka të ushqehet në atë ditë. Këto janë nevojat e njerëzit që ja bëjnë jetën të lumtur, kurse çdo gjë jashtë kësaj është vetëm luks që nuk është i domosdoshëm. Domethënë, nëse e ka, ajo është shtim i të mirave, nëse nuk e ka atë tjetrën, domethënë përveç këtyre, atëherë është, domethënë nuk është në gjendje të keqe, sepse i ka këto tri të mira, edhe për të është i barabartë, domethënë sikur për të është sjell e gjithë dunjaja. Se me apru gjithë dunjan njeriut, çka do të marrë më shumë se këto tri. Domethënë, nëse është i smur, i vjen e gjithë dunjaja, nuk i kushton vlerë asnjë lloj pasurie tjetër. Nëse është me frikë, domethënë për familjen e tij, nuk di se çka mund t'i ndodhë në shtëpinë e tij ose në fëmijët e tij, atëherë këto tjerat, do thotë prej të mirave të dunjas, nuk i bëjnë asnjë dobi, as nuk i sjellin asnjë gëzim. Dhe nëse ka për të ngrënë, domethënë ka për atë ditë që të haj, kurse ato tjera të ushqime, përtej asaj që do t'i haj brenda asaj dite, domethënë nuk janë diçka që i nevojiten në atë moment. Për këtë shkak, njeriu duhet të jetë shumë mirënjohës nëse i ka këto tri, falënderues, edhe ta di se është sikur i ka ardhur e gjithë dunjaja. Edhe të jetë falënderues, mos bëhet gjendja domethënë atill që njeriu jo që ka për atë ditë të haj, po ka për atë vit, për gjithë vitin, edhe më shumë ndoshta se një vit i tepron ushqimi, edhe përsëri ankohet se s'kemi kështu, s'kemi atë. Domethënë, kjo do thotë se nuk e ka kuptuar realitetin e dunjas dhe nuk e ka kuptuar me të vërtet besimin në Allahun subhanahu wa taala. Edhe nuk e kupton se si duhet të jetë falënderues. Atëherë nuk është gjendja e tij e atill si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nëse i vjen një e mirë, falënderon edhe ajo është mirë për të. Duhet ta di se jeta e dunjas është veç stoli të kalimtare. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma mata'ul hayati ad-dunya wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Do të thonë jeta e dunjas nuk është gjë tjetër përveç se stoli mashtruese, që njeriu vetëm vrapon mas tyre, por nuk janë, domethënë që vërtet i bëjnë dobi nëse nuk i përdor ato për t'u afruar te Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka thënë Allahu: "Kullu man 'alayha fan." Çdo gjë që ekziston në dunja është kalimtare dhe çdo gjë do të zhduket. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Edhe mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd, plot madhështi dhe nderim. Përndryshe çdo gjë tjetër, prandaj ajo vepër, ai besim, ajo fjalë, ajo punë që është bërë për fytyrën e Allahut, ajo është që mbetet. Kurse çdo gjë tjetër është që kalon. Pra autori rahimahullah ka transmetuar me këtë zinxhir, këtë hadith, i cili është hadith i sakt ose hasan, e ka bërë Sheikhul Albani hasan në librin e tij Silsilatul Hadith as-Sahiha. Pastaj vazhdon autori edhe një pjesë tjetër të hadithit, mirë po kjo pjesë tjetër, sipas transmetimeve, do të thonë, është e dobët,
që ka vazhdu më tutje, do të thënë vazhdon hadithi, jebne Ju'shum, yekfike minha ma sadda ju'ak wa wara auratak. Ka thënë o Ibn Ju'shum, do të thënë të mjafton prej dunjas ajo që ta largon urin, do të thënë ajo që ta largon urin, që do të thënë nuk të lë të uritur dhe që ta mbulon auretin. Kjo është që të mjafton prej dunjas, fa in yakun thawban talbasuhu fadhak. Nëse ke një rob plus, do të thënë që ta veshësh, që të zbukurohesh, mirë. Nëse ke edhe një kafsh me të cilën udhton, do të thënë për atë kohë që ka qenë me kafsh, atëherë do të thënë është mirë. Dhe ato korret e bukës dhe uji i pishëm, do të thënë janë të mjaftueshme për njeriu, kurse çdo gjë që është përtej kësaj është vetëm për llogaritje, që do të merresh në llogari. Do të thënë kjo pjesë e hadithit është transmetuar, mirëpo kjo pjesë është e dobët, sepse në transmetimin, në zinxhirin e transmetimit është një prej transmetuesve që quhet Ibn Omar, Ubejdullah al-Ansari, dhe ajo është shumë i dobët, ose ka thonë Dhahabiu se është muttahamun bil kadhib, do të thonë është i akuzuar se është gënjeshtar. Dhe hadithi i këtij, do të thonë është prej haditheve më të dobta. Pastaj në vazhdim thot autori rahimahullah: Al-wajibu ala al-aqil an la yaghtarra bid-dunya wa zahratiha. Do të thonë obligimi të mençurit është që mos mashtrohet me dunjan dhe stolitë e saj, me bukurinë dhe do të thënë të mahnitet me mrekullitë e saj, dhe atëherë të angazhohet, do të thënë të angazhohet me dunjan dhe ta lërë jetën e përhershme. Pra mos mashtrohet nga të mirat e dunjas, që të jetë i angazhuar me dunjan në atë nivel që nuk angazhohet me jetën e cila është e përhershme, ku janë kënaqësitë e pafundme, do të thënë që nuk mbarojnë asnjëherë. Por dunjas ja jep atë pozitë të cilën ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë duhet ta ketë parasysh njeriu që mos jetë angazhimi i tepruar me dunja. Kjo nuk do të thonë që mos angazhohet me dunja, sepse në dua, gjithashtu edhe këtë kemi përmendur shumë herë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Do thonë Allah, mos na bëj dunjan brengën tonë më të madhe. Nuk do të thonë se nuk duhet as pak brengoset njeriu për dunjan, por nuk duhet të jetë dunjaja brenga kryesore, edhe angazhimi më i madh që e ka, as wala mablagha ilmina, dhe mos jetë dunjaja, do të thonë gjithë dituria që kemi. Do thotë çdo gjë që dim lidhet vetëm me dunjan. Pra të jetë një pjesë e diturisë, njohja e dunjas edhe njohja e menaxhimit të dunjas, mirë po gjithashtu dituria kryesore të jetë njohja e Allahut dhe njohja e fesë Allahut, njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dituria për ahiretin dhe brenga gjithashtu për ahiretin të jetë brenga më e rëndësishme. Dhe ky është qëllimi, edhe këtë thot autori rahimahullah, do të thonë nuk duhet njeriu të angazhohet me dunjan në atë nivel që e harron ahiretin, por t'ja jap dunjas atë pozitë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, sepse patjetër përfundimi i pashmangshëm i dunjas është humbja. Do të thonë patjetër do të zhduket e gjithë dunjaja, po edhe para se të zhduket e gjithë dunjaja, njeriu largohet prej dunjas, edhe e braktis, edhe i humb çdo gjë që ka mbledhur ose që ka korrur në dunja. Prishet, do të thënë, ndërtimi i dunjas rënohet, këtë e kemi pa, e shohim, do të thënë pa marrë parasysh çka kanë ndërtu popujt e mëparshëm, ose çka kanë ndërtu baballarët dhe gjyshrit tanë, ajo është rënu, ka humb, edhe vinë gjëra tjera. Do të thënë, njeriu në atë moment kur është duke ndërtu dunjan, mendon se kjo është përfundimtarja. Mirë, po mas një kohë të shkurt, ajo shkatrohet. Vinë tjerë që mendojnë tjera ndërtime dhe tjera, do të thënë, ndërtimi i saj rënohet
banorët e saj vdesin, bukuritë e saj zhduken ose veniten, do të thonë harxohen. Dhe kështu, do thotë, nuk mbetet në dunja asnjë udhëheqës mendjemadh, arrogant, tiran që ka qenë, por as nuk mbetet asnjë i varfër, i dobët, i nënçmuar. Thotë, të gjithëve ju vjen e njëjta. Edhe atyre mbretërve më të mëdhenj, edhe fukarenjve më të mëdhenj, edhe të dobëtve, do të thonë edhe të dobëtve edhe të fuqishmëve, u vjen ajo që është e caktuar në dunja, që është vdekja dhe largimi prej kësaj dunjaje pa asnjë dyshim. Pastaj thot kthehen tokë dhe harxohen, kalben tokë derisa do të thonë kthehen njësoj si ka qenë përpara se të dalin në dunja. Prandaj njeriu i mençur nuk anon krejtësisht nga ky vendbanim ose nga kjo botë që i ka këto cilësi. Nuk anon plotësisht vetëm nga kjo. Thot patjetër se qëllimin kryesor, synimin ose dëshirën më të madhe e ka drejt botës në cilën ka thënë që është e përhershme dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se në të ka atë që ka gjëra që syri nuk i ka parë, veshi nuk ka dëgjuar, as nuk i ka shkuar ndërmend mendjes së ndonjë njeriu ose zemrës së ndonjë njeriu. Prandaj njeriu i mençur e lekit të paktën për ta fituar atë të shumtën dhe e braktiskit kalimtaren për ta fituar të përhershmen që nuk mbaron asnjëherë. Pastaj ka transmetuar me një zinxhir nga Bishr ibn al-Harith se ka thonë këtë poezi ku thot la ta'sa fi dunya ala fa'itin wa 'indaka al-islamu wal 'afia. Do të thonë mos u dëshpëro, mos u ndjej keq për atë që të humb prej dunjas, kur ti e ke islamin dhe e ke afia, që kemi shpjeguar shumë herë. Do të thonë nuk ke ndonjë dëm në trupin tënd ose në pasurinë tënde ose në familjen tënde. Jeni gjithë në rregull, me shëndet, me ushqim, me qetësi, edhe jeni në islam. Kjo është dhuntia më e madhe. Allahu ju ka udhëzuar në rrugën e tij. Atëherë pse të humb diçka prej dunjas, do një fitim i vogël i dunjas, i vogël ose i madh, do të thonë pa marrë parasysh si e ndjen njeriu, më rëndësi është se çdo gjë në këtë dunja është e vogël. Atëherë mos u dëshpëro, mos u ndjej keq. In fata amrun kunta tas'a lahu fa fihima min warithin kafia. Do thotë nëse tik diçka që ti e mundu, një përpjekur ta arrish, edhe nuk e arrin dot prej dunjas, atëherë ta dish se ka tjera gjëra zëvendësuese, trashëguese të asaj që të mjaftojnë. Pastaj thot me zinxhir ti transmeton se thot nga Ubejdullah ibn Muhammad al-Aishi thot një njeri shkoi për vizitë te një ismur dhe në një anë të shtëpisë, nga një anë e shtëpisë dëgjoi një za duke thonë nadi rabb ad-dari dhal mali alladhi jama'a ad-dunya bi hirsin ma fa'ala. Do thotë thirrë zotin e shtëpisë që e mblodhi pasurinë edhe mblodhi shumë prej dunjas me këmbgulje dhe me kujdes të madh, çka bëri? Do thotë secili njeri që ka mbledh pasuritë mëdha, ka ndërtu pallatet mëdha, edhe kur vjen momenti i vdekjes, çka i bën dobi ajo? A mund ta pengoj? A e ka bërë ndonjë njeri, domethënë pasuria dhe fuqia në dunja, a e ka bërë dikën të përhershëm? Domethënë Allahu subhanahu wa taala ka thënë duke fol për gjendjen e njeriut, thotë alladhi jama'a malan wa 'addada, thotë ai që grumbullon pasuri edhe vazhdimisht e numëron, yahsabu anna malahu akhlada. Domethënë mendon, jo se mendon njeriu me bindje ose nga njohja, mirë po veprimet e tij janë të tilla sigur mendon se nëse e grumbullon pasurinë do të mbetet i përjetshëm në dunjë. Askush nuk ka mbetur i përjetshëm asnjëherë. Pastaj ka përmendur një poezi nga Abdulaziz ibn Sulejman al-Abrash, se ka thënë innama ad-dunya
نهار ضوءها ضوء معار بينما غصنك غض ناعم فيه اخضرار إذ رماه زماناه فإذا فيه اصفرار وكذلك الليل يأتي ثم يمحوه النهار. Do të thonë, dunjaja, ka thonë, duhet ta kuptojmë se siç është kjo jeta e dunjas, gjithashtu edhe në ndodhit dhe fenomenet e dunjas që përsëriten vazhdimisht, ka shembuj, edhe që njeriu duhet të mësoj prej tyre. Do të thonë, njeriu çdo vit ose çdo sezon, do të thonë çdo sezon të verës e sheh si e mbjell farën, edhe del bima, del e dobët, e zverdhur, pastaj duke u rritur, duke u fuqizu, trashet, shtrëngohet, drejtohet, bëhet e gjelbërt e mirë, edhe fillon me dhënë fruta, pastaj fillon të vyshket, edhe thahet krejtësisht, edhe humb. Do të thënë, ky është shembulli konkret për atë se si është realiteti i dunjas. Gjithmonë, do të thënë secili njeri kalon këto faza. Edhe pashtu këtu ka thonë nata dhe dita, do të thënë vjen dita, del mëngjesi njëherë me dritë të zbet, duke u shëndrit më shumë, bëhet dritë e fuqishme, pastaj fillon drita të humb nga mbrëmja, edhe e ngadhnjen ditën nata. Po edhe natën gjithashtu këtë errësirë, pastaj do të thënë kështu është gjithmonë gjendja e dunjas. Çdo ditë, çdo natë e sheh njeriu si ndryshon, çdo vit, çdo sezon, çdo stin. Do të thënë edhe këtë Ramazanin, në cilin jemi në ditën e fundit, do të thënë duhet ta jetë për kujtim secila lëvizje e njeriu, duhet të jetë, do të thënë secila lëvizje në jetën e kësaj dunjaje, duhet të jetë mësim. Dhe ta kuptoj njeriu se, do të thënë si filloi Ramazani, nëse mendojmë tani se kanë kalu 29 ditë, do të thënë ndoshta nuk mund ta besojmë as vetveten, se ishte sikur të kishte qenë dje, filloi edhe menduam, bëm plane, si do ta shfrytëzojmë këtë kohë, çka do të bëjmë, ku do të shkojmë, edhe mbaroi atë shpejt, dikush disa prej atyre planeve i ka realizu, dikush nuk ka realizu, por e kupton se edhe në jetën e dunjas kështu, do të thënë duke bërë plane, edhe mendon se ka kohë gjatë përpara, edhe ose kur e arrin kohën e fuqisë, mendon se, do të thënë, nuk ka mposhtje për ta. Mirë po, shumë shpejt vijnë momentet, vjen afati ku mbaron edhe venitet ajo fuqia kështu me radhë, edhe bukuria e dunjas. Do të thënë, këto janë shembuj që i sheh njeriu çdo ditë, ose çdo muaj, ose çdo vit, vazhdimisht që janë përkujtime, që ta kuptoj realitetin e dunjas. Pastaj ka përmendur një poezi nga Ibn Zinxhi al-Baghdadi, se ka thënë: "Ya la'im ad-dahri idha ma naba, la talum ad-dahra ala ghadrihi, ad-dahru ma'murun lahu amirun, yansarifu ad-dahru ila amrihi." Do të thotë që shan ose e qorton kohën. Do të thënë i qorton kohën ose ditët, ose mos e qorto kohën, sepse koha është e urdhëruar. Ai ka do të thënë koha ka urdhërues. Kush është urdhëruesi? Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ka thënë Allahu, do thotë, ka thënë Allahu në hadith kutsi, do thënë ka njerëz që e shajnë kohën, kurse unë jam koha, e urdhëroj, e ndryshoj ditën dhe natën. Do thënë koha nuk ka ndonjë faj, ose nëse sulmohet, qortohet ose shahet koha, në realitet ti je duke shah dhe duke ofendu atë që e udhëheq kohën, ai që e sjell ditën dhe natën, që është Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thotë mos e shaj kohën, se koha shkon sipas asaj që është urdhëruar. Si ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Kam kafirin billahi amwaluhu tazdadu ad'afan ala kufrihi, wa mu'minin laysa lahu dirhamun yazdadu imanan ala faqrihi. Do të thënë ka shumë mosbesimtar që ushtohet pasuria edhe pse vazhdojnë në kufër. Do të thënë janë kufër dhe vetëm ju ushtohet pasuria. Dhe ka besimtar që nuk kanë asgjë përveç se një dirhem, kurse vazhdimisht i shtohet imani krahas varfërisë së tij. Do të thënë edhe pse është i varfër, imani i forcohet,
Si tham në hadith, do të thonë edhe nëse i ndodh një e keqe, duron dhe është po ashtu i kënaqur dhe mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe me këtë i shtohet më shumë imani. Kjo i ndodh vetëm besimtarit. Do të thonë sepse e ka imanin në Allahun subhanahu wa taala, jo në të mirat e dunjas. Kurse qafiri, edhe pse e mohon Allahun, do të thonë Allahu i jep prej pasurisë dunjas, sepse kjo tregon se dunjaja nuk ka vlerë. Se ka thënë Allahu, kullen numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik. Do të thonë të gjithëve ju japim, edhe këtyre edhe atyre. Do të thonë edhe besimtarve edhe mosbesimtarve, edhe të devotshmëve edhe mëkatarve, Allahu u jep prej pasurisë së tij. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dhe dhuratat e Allahut ose dhënia që jep Allahu subhanahu wa taala prej pasurisë së tij dhe furnizimit të tij, nuk është e kufizuar, edhe nuk është e ndaluar. Pse nëse ka bë kufër, do të thonë ti ndërpritet dunjaja. Kjo nuk ndodh, nuk është ligji i Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë, "Undhur kayfa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Do të thonë shiko se si kemi dalluar në dunja disa, do të thonë më lart se disa të tjerë. Do të thonë siç janë, shikoni një herë, analizoni si ka dallim mes njerëzve. Do të thonë dikush ka pushtet shumë të lartë, dikush është i nënstrum ose i robrum, dikush ka pasuri të shumta, dikush është i varfër dhe nevojtar, nuk e ka ushqimin e ditës së tij. Pra shikojini këto dhe thot walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Edhe në ahiret ka më shumë dallim. Do të thonë ka banorët e xhenetit në shkallë që janë 100 shkallë dallim në xhenet, dhe mes secilës shkallë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë ka sa mes tokës dhe qiellit. Ose i shohin njerëz ata që janë banorët e xhenetit, do të thonë ata që janë në shkallë më të lartë, ai shohin siç i shihni ju yjet. Do të thonë janë dallimet janë shumë të mëdha në xhenet. Po si është dallimi mes banorëve të xhenetit dhe banorëve të xhehenemit? Thotë prandaj aty dallimi është më i madh, dhe për këtë shkak njeriu duhet të investojë për fitim në ahiret, të mundohet, do të thonë ta harxojë dunjan, kohën e tij, mundin e tij për të fituar këto grada të larta në jetën e përhershme, në ahiret. Edhe pastaj gjithashtu do ta ketë jetën e lumtur edhe në dunja. Nëse e ka këtë iman, do të thonë edhe pse ka varfëri, i shtohet më shumë imani. Do të ketë lumturi në dunja, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Do të thonë juve, pra kur e ka zbritur Allahu njeriu në tokë, ka thënë padyshim se do t'ju vijë udhëzimi nga unë, dhe kush e ndjek udhëzimin tim, ai nuk do të devijojë dhe nuk do të dëshpërohet. Do të thonë as nuk do të jetë i dëshpëruar në jetën e dunjas, as në jetën e ahiretit, as nuk do të largohet nga rruga e drejtë nëse ecë sipas asaj që ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kurse ai që ja kthen shpinën për kujtimit tim, thot Allahu, ai do të ketë jetë të ngushtë. Prandaj ky ngushtimi në jetë, domethënë është për shkak të mungesës së imanit ose për shkak të mangësisë në iman. Domethënë njerëz që kanë vetëm 1 dirhem ose as 1 dirhem dikush, mirë po kanë jetë lumtur, edhe qetësi, edhe më i pyet si je, domethënë nuk di se ku fillon dhe ku mbaron me falënderime për Allahun subhanahu wa taala për të mirat që ja ka dhënë, kurse ti kur e sheh, domethënë është shumë që ndoshta ti nuk e ke as 1% të atyre vështirësive që i ka ai, edhe ke ankesa, ke vështirësi. Domethënë kjo është për shkak të ke vështirësi, domethënë shpirtërore, edhe pse nuk i ke këto vështirësi konkrete ose dukshme që i ka ai tjetri. Domethënë kjo është për shkak të dobësisë në iman. Kurse ai që ka imanin e fuqishëm, e ka jetën e lumtur dhe zemrën e gjerë, nuk është i ngushtuar prej këtyre sprovave të dunjas. Dhe si ka thënë Allahu subhanahu wa taala se njerëzit më shumë mendojnë, domethënë se Allahu e ka nderu dikën ose e ka nënçmuar dikën në bazë të peshores së dunjas. Si ka thënë Allahu
fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Do të thënë kur njeriu i jep Allahu, e nderon në dunja, i jep dhunti në dunja, edhe thot mu Zoti im ka nderu. Do të thënë pra mendon se kjo është dashuri e Allahut ndaj tij. Kurse më herët tham se Allahu thot të gjithëve u japim prej të mirave të dunjas. Wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu, nëse e sprovon edhe ja kufizon furnizimin, fa yaqulu rabbi ahanan. Atëherë ai thot Zoti im më ka poshtru. Domethënë kështu është shikimi shumë njerëzve, nëse e shohin dikan me të mirat të dunjas, thon ty, domethënë Allahu të do. Nëse e shohin dikan me vështirësi, thon me pasjena i mirë, nuk do ta kishte lënë Allahu në atë gjendje. Por Allahu thot kella, domethënë asesi nuk është e vërtetë, as e para as e dyta. Nuk është e vërtetë se të mirat e dunjas janë shenjë për dashurinë e Allahut ndaj atij njeriu, as nuk janë vështirësitë e dunjas shenjë se Allahu nuk e do ose e ka nënçmuar atë njeri. Por ajo që është e vërteta është këto shkallët dhe dallimet që do të jenë në ahiret. Do të thënë aty është e vërteta shihet kanë e ka dashur Allahu dhe kush është i nderuar me të vërtetë. Dhe në fund të kësaj poezie, pra Ibn Zinxhi al-Baghdadi ka thënë në këtë vargun e fundit, la khayra fi man lam yakun aqilan yabsutu rijlayhi ala qadrihi. Do të thënë nuk ka hajër te një njeri që nuk është i mençur, që t'i shtri këmbët, si thuhet, sa e ka cerkën. Do të thënë sa e ka jorganin, sa i ka mundësit, aq duhet t'i shtri këmbët, përndryshe nuk është i mençur. Edhe nuk e ka, do të thënë që vazhdimisht e ka synim ose lakmi atë që e kanë të tjerët. Pa, bëj atë që është e mjaftueshme për ty, falenderoj Allahun subhanahu wa taala, edhe më kaq mjafton. Pastaj thot me transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Abu Hazim, thot bida'atul akhirati kasida fastakthir minha fi awani kasadiha. Thot shikoni, malli i ahiretit është i lirë. Edhe shfrytëzoje, domethënë furnizohu me këtë mall sa është i lirë. E dini kur nuk ka kërkesë, si thuhet në ekonomi, domethënë çmimet varen nga oferta dhe kërkesa. Edhe oferta është shumë e madhe. Domethënë mirësitë, dyert e mirësive janë të shumta. Domethënë namazet lloj-llojshme, agjerimet lloj-llojshme, sadakat lloj-llojshme, bamirësi ndaj prindërve, vepra të shumta. Nëse njeriu nuk është domethënë i aftë një nën vepër, ka vepra tjera të shumta, janë shumë. Dhe njerëz që vrapojnë pas këtyre janë pak. Domethënë ka ofertë shumë, kërkesë pak. Do thotë ky mall është mall, do thotë sikur kur shkon treg, kur është, domethënë që njerëzit, ata tregtarët janë duke humbur. Domethënë edhe vetëm e shesin samalir, pra në këtë aspekt e ka përshkruar, malli i ahiretit është lirë, nuk kërkohet shumë. Shfrytëzohet i blej sa më shumë, tani domethënë kur është me këtë lirim. Fa innahu law jaa awanu nafaqiha lam tasil minha la ila qalilin wala ila kathir. Kurse kur të vi koha, kur do të duhet ai mall që të shpenzohet, atëherë kur kërkohet, atëherë ta dish se nuk mund gjesh më. Domethënë nuk ka me ble. Domethënë momentin kur do të shihet vlera këtyre veprave të mira, edhe secili do të dëshiroj, domethënë nëse shkon njeriu te nëna e tij, edhe ja kërkon një vepër të mirë, nuk ja jep. Domethënë atëherë nuk ka më me ble vepra, edhe do thotë këtë mall të ahiretit bli sot kur është shumë lirë. Pastaj thot autori rahimahullah, dunjaja është det, domethënë shumë i gjerë, edhe njerëzit shkojnë në përval të këtij deti, domethënë përzihen. Dhe siç tham më herët, domethënë thot dunjaja jep shembuj çdo ditë. Pra shembuj që janë shumë të ngjashme me realitetin e dunjas. Shembuj të përditshëm, si tham, që i sheh njeriu, janë të ngjashme me
komplet jetën e dunjas. Thot lian kullama yasiru ila fana'i minha yusbihuha. Çdo gjë në dunja që harxohet, humb, do të thënë është çdo pjesë e dunjas që e shohim fillon, fuqizohet, rritet, pastaj dobësohet dhe humb. Do të thënë çdo gjë është shembull për dunjan në përgjithësi. Edhe pse ato janë pjesë të dunjas, mirëpo janë shembull për komplet dunjan. Edhe thot njeriu që i ka 3 gjëra në dunja, ai ka, do të thënë, gjitha të mirat e dunjas, janë siguria, ushqimi dhe shëndeti. Pra siç u tha në hadith, nëse i kenë mëngjes këto, me të vërtetë ta dish se gjitha të mirat e dunjas, çdo gjë që e përfshin dunjaja, janë përfshira në këto të mira. Thot fal aqil ya'lamu anna ma lam yabqa li ghayrihi alayhi ghayru baqin. Do të thënë njeriu i mençur duhet ta kuptojë që diçka që s'ka mundur ta fitojë askush, as ti nuk do ta fitosh. Do të thënë ajo që nuk i ka mbetur askujt, nuk do të mbetet as ty. E keni pa edhe në disa punë, edhe në disa tregti, do të thënë disa njerëz mençur e dinë se pasi këtë tregti ose këtë punë nuk ka mundur ta bëjë askush, ose nuk e ka arritur askush, ose sigur për shembull për ndonjë mall, kur thon e kishin marrë më të fortë se ti, do thonë mos u mundo. Pra kupton njeriu, ai i mençuri, e di se ajo është e pa arritshme. Nuk e kanë arritur as më të fuqishëm, as më të mençur, edhe nuk i ka mbetur askujt dunjaja, nuk do të mbetet as ty. Pra kush është i mençur këtë kupton. Dhe ajo që i është marrë secilit, çdo kujt tjetër, gjithashtu nuk do të lihet ty. Prandaj njeriu duhet ta ketë synim që dunjaja të jetë e atill që i bën dobi në ahiret. Ai është i mençuri, do të thënë në dunja. Dhe thot duhet ta di se çdo e shishme në dunja nuk është e dobishme. Çdo gjë që duket e shishme, pra në momentin kur vjen mëkati, epsi, ajo duket e shishme në atë moment, por nuk është e dobishme. Dhe thot, mirë po çdo e dobishme është e shishme. Çdo gjë që sjell dobi e ka pastaj shijen e mirë. Prandaj duhet mundohet njeriu me një përpjekje ose hidhtin të përkohshme që ta arrit atë të dobishmen dhe do ta fitoj shijen e përhershme edhe kënaqësinë e pafundme. Pastaj ka përmendur një poezi, thot "Wan-nasu fi hadhihi ad-dunya ala rutabin, hadha yuhattu wa idha ya'lu fayartafi'." "Wan-nasu fi hadhihi ad-dunya ala rutabin, hadha yuhattu wa idha ya'lu fayartafi'. فأخلص الشكر فيما قد حبيت به وآثر الصبر كل سوف ينقطع." Do të thonë në këtë dunja njerëzit janë në shkallë të ndryshme. Ky poshtrohet, ai tjetri ngrihet edhe lartësohet. Prandaj bëhu falënderues, bëj falënderimin e plot ndaj Allahut për ato që t'i janë dhënë dhe jepi përparësi gjithmonë durimit, sepse çdo gjë do të ndërpritet. Çdo gjë do të mbarojë. Pastaj thot, ka thënë Muntasir ibn Bilal al-Ansari, "Fa yawmun alayna wa yawmun lana, wa yawman nusa'u wa yawman nusar." Kadhaka Mirë, thot një ditë është për ne, një ditë kundër nesh. Do të thënë një ditë është pro, një ditë kundër. Një ditë na bën keq, një ditë na lumturon. Do të thënë dunjaja është kështu e ndryshueshme. Kadhaka at-taqarudu bayna al-anami khairun bi khairin wa sharrun bi sharr. Edhe gjithashtu borxhet mes njerëzve. Do të thënë dikujt kur i bën mirë, merr mirë, kur bën keq, bën gjen keq. Do të thënë edhe në dunja, kurse dunjaja është e ndryshueshme, nuk është e përhershme. Një ditë nëse ke vështirësi, mos mendo se ato nuk do të mbarojnë asnjëherë, ndryshojnë,
Edhe kur ke lumturi, mos u bën mendje madh dhe arrogant, se edhe ajo nuk është diçka prej përhershmërisë së dunjas. Pastaj transmeton me zinxhir autori rahimahullah nga Auni, thot: "Kem min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu." Do të thonë shumë njerëz e presin ditën mëngjes, mirë po nuk e plotësojnë deri në fund. Dhe shumë njerëz e presin të nesërmen, do të thonë planifikojnë për të nesërmen dhe nuk e arrin të nesërmen. Dhe lau tanzuruna ila al-ajali wa masirihi la abghadtum al-amala wa ghururahu. Do të thonë sigur ta kishit pa ose ta kishit kuptuar exhelin, momentin që do të vijë padyshim, atëherë nuk do ta kishit dashur ose do ta kishit urryer këtë shpresën dhe mashtrimin e vetvetes me shpresat kota. Thot shkaku, thot autori rahimahullah, do të thënë shkaku që e bën të mençurin mos anoj plotësisht nga dunjaja dhe të largohet, do të thënë të fitoj prej dunjas vetëm atë që i mjafton, cili është shkaku, është kënaqësia e përhershme në ahiret. Edhe gjithashtu atëherë kjo e bën që të largohet nga shpresat e kota. Do të thënë baje plane për çka do të baje pas 50 vjetëve, pas 100 vjetëve, do të thënë për shtimin e pasurisë, për jetën e gjatë. Këto janë shpresat kota që nuk e di se kur do të shkputen në një moment. Edhe njeriu i mençur i jep përparësi asaj që është e sigurt, e padyshimit, që është jeta e përhershme në ahiret. Pastaj thot, ka thënë, mirë, ka transmetuar këtu një ndodhi për një grua prej Benu Israilve. Një grua prej Benu Israil, do të ka qenë, do të thënë, adhuruese shumë, ka bërë shumë ibadet, edhe ka agjeru, thot, kur ka ardhë, do të thënë, e ka prish agjerimin vetëm të shtunën. Një ditë, kur ja kanë sjell, do të thënë, iftarin, para saj, ka thënë, është e çuditshme, do të thënë, si dikush e do të dashurin e vet, do të thënë, e ka këtu për qëllim ai që e do Allahun, edhe angazhohet, largohet, do të thënë, prej tij me ushqim. Edhe ka thënë si do të ndodh kur të vijë meleku i vdekjes, do thotë, dhe e gjen, do të thënë, vjen i dërguari nga Allahu, edhe do që ta marrë për te Allahu, kurse ai është duke ngrënë, do të thënë, është i angazhuar me ushqim. Kështu ka përmendur pastaj se i ka ardhur melekul maut. Kjo është një prej historive që i kanë përmend nga Benu Israil, Allahu alem, ndoshta është e sajuar edhe nuk është me zinxhir, do të thënë, të fuqishëm që t'i besojmë. Kurse ne e dim se udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka dyshim. Do të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka xheru ditën dhe kur ka ardhur koha për iftar, ka bërë iftar. Edhe na ka urdhëruar, do të thënë, që ta bëjmë këtë vepër, edhe ka thonë se umeti im do të jenë në mirësi përderisa e shpejtojnë iftarin dhe vonojnë syfyrin. Por më rëndësi është njeriu që t'i bëj ibadetet për Allahun subhanahu wa taala, sipas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj është tema tjetër, tema e 50, e cila është tema e fundit e librit. Ka thënë autori rahimahullah, dhikru al-hathi ala luzumi dhikri al-maut wa taqdimi at-ta'at. Do të thonë nxitje për përkujtimin e përhershëm të vdekjes, që njeriu mos e harroj vdekjen dhe të nxitoj me vepra. Do të thënë ta ketë parasysh vdekjen dhe të nxitoj me vepra të mira. Pra përkujtimi i vdekjes, cili është qëllimi që njeriu ta ketë ndërmend vdekjen? Qëllimi është që kur vjen para një mëkati dhe i vjen dëshira ose epshi për të bërë një mëkat, atëherë të thotë, atëherë ta kujtoj se vdekja mund të vinë secilin moment. Edhe ka mundësi njeriu, do të thënë, thotë që ndoshta unë nisem për ta bërë këtë mëkat dhe pa më rri aty më vjen vdekja. Edhe si është atëherë gjendja, do të thonë që ke vdekur
në mëkat, por nuk e ka arritur atë kënaqësinë e mëkatit. Pa mri aty te kënaqësia e mëkatit, e ka ndërprej vdekja. Dhe ose kur njeriu planifikon që të përmirësohet, thot prej nesër, prej të hanës, do të thonë do të filloj me këtë vepër edhe do të përmirësohem ose prej muajit tjetër, atëherë duhet ta kujtoj vdekjen. Se ndoshta unë mendoj këtë përmirësimin ose pendimin, mirë po më vjen vdekja përpara se me fillu atë vepër, atëherë do të filloj tash, se nuk dihet kur do të vi vdekja. Do të thonë ky është qëllimi i përkujtimit të vdekjes, nuk është qëllimi që njeriu të friksohet prej vdekjes, edhe të mendojë në secilin moment, do të thonë si të shpëtojë kështu me radhë. Pra, qëllimi është që ta ketë parasysh si nxitje për vepra të mira, sepse vdekja padyshim se do të vijë. Nuk ka, do të thonë folëm tash pak më herët, dhe argumentet janë shumëta. Nuk i ka mbet asnjë njeriu jeta e kësaj bote e përhershme. Edhe secili do të thonë, kjo është vdekja është një gjë e çuditshme, se secili njeri në botë, edhe besimtari, edhe mosbesimtari, edhe ai bamirësi, edhe mëkatari, të gjithë e dinë se do të vdesin. Do të thonë teoretikisht secili e di. Po në praktik shumica e këtyre harrojnë, edhe shpresojnë se mos ndodh kjo. Prandaj nuk është qëllimi që me mendu vdekjen edhe me mendu se si me shty, as nuk është qëllimi që njeriu të bëhet vezvese për vdekjen, edhe të friksohet, edhe kjo ta pengoj prej vepra, përkundrazi, kujtimi i vdekjes duhet të jetë shkak që njeriu të forcohet në vepra të mira, edhe një herë, do të thonë, e di se do të vi, padyshim se do të vi ajo vdekja. Prandaj duhet të nxitoj, si ka thënë këtu, wa taqdim at-ta'at. Do të thonë, ti parapri vdekjes me vepra të mira, ose nxitoj në vepra të mira, edhe gjithashtu ky kujtim për vdekjen të jetë pengesë prej mëkateve. Si është në hadithin që e ka përmendur autori rahimahullah, thot: "Akhbarana Abdullah ibn Mahmud ibn Sulejman as-Sa'di قال حدثنا يحيى ابن أكثم ومحمود بن غيلان قال حدثنا الفضل ابن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم pra I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, siç u transmetuar me këtë zinxhir nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Akthiru min dhikri hadimil ladhat al-maut." Do të thonë, shtojeni sa më shumë përmendjen ose përkujtimin, do të thonë, të shkatruesit të çdo kënaqësie, që është vdekja. Do të thonë, kujtoje ti nëse ke një kënaqësi e cila është haram, edhe do ta bësh atë kënaqësi, kujtoje se ka mundësi vdekja të ta shkatrojë këtë kënaqësi, në mes të saj, ose pa e fillu atë kënaqësi, atëherë, mirë po, të vjen vdekja në një gjendje që ti nuk do të kishe dashur të dalësh para Allahut subhanahu wa taala në atë gjendje. Edhe gjithashtu, kur është puna për vepra të mira dhe vjen përtatësia dhe kjo kënaqësia e vonimit të veprës mirë, kujtoje se këtë kënaqësi të vonimit ose të përtatësisë, domethënë, mund ta ndërpresë vdekjen në secilin moment. Domethënë, prandaj vazhdimisht kujtojeni këtë shkatruesin e kënaqësive, që është vdekja. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë prej përkujtimit të vdekjes është që kur të ngrihesh në mëngjes, mos e prit mbrëmjen. Domethënë, çka do thotë mos e prit mbrëmjen? Do thotë mos prit për ndonjë vepër të mirë ta bësh në mbrëmje, po bëhen në mëngjes, sepse nuk e dia do të mrish deri në mbrëmje. Dhe kur të vi mbrëmja, mos e prit mëngjesin, bëj veprat e mira ose pendimin prej të këqijave, mos prit të vi mbrëmja. Domethënë kjo është nxitim shumë më I madh. Mos flasim që me prit njeriu kur të vi Ramazani tjetër, domethënë, se ky Ramazan kaloi edhe nuk munda mu pendu, mu përmirësu, inshallah tjetrin Ramazan, thotë ne e dim sa e sa prej njerëzve që I kemi pas Ramazanin e kalum, nuk I kemi në këtë Ramazan. Edhe ka njerëz që I kemi pas në fillim të këtij Ramazanit dhe nuk I kemi në fund. Prandaj dhe duhet njeriu të shkurtoj këto shpresa për përmirësim, për veprat e ahiretit, po do të thonë ta kujtoj këtë shkatruesin e kënaqësive që të nxitoj me pendim dhe me vepra të mira.
thot autori rahimahullah, al-wajibu ala al-aqili an yadumma ila riayati ma dhakarna min shu'ab al-aqli fi kitabina hadha. Do të thonë njeriu i mençur, se kjo është tema e fundit. Thot të gjitha këto cilësitë e të mençurve që i përmendëm më herët, duhet ti praktikojë njeriu, ti ketë parasysh, mirë po bashkë me këto degë të mençurisë, gjithmonë ta ketë vazhdueshmërinë e përkujtimit të vdekjes në secilën kohë. Do të thonë çdo herë njeriu i mençur, përveç këtyre moraleve, sjelljeve, rregullave të mençurisë që u përmendën, vazhdimisht në çdo kohë ta ketë ndërmend se do të vdesë. Wa tark al-ightirar bid-dunya fi al-asbab kulliha, edhe në të gjitha shkaqet ose gjendjet, situatat, të largohet nga mashtrimi pas dunjas. Do të thonë duke pas parasysh këtë aspekt. Sepse thot vdekja është si ai guri i mullirit, do të thonë që i bluan njerëzit. Si ato farat, kokrat e grurit që hinë, do të thonë një nga një, secila i vjen. Do të thonë në atë mënyrë është realiteti i vdekjes. Edhe është një gotë që i kalohet të gjithëve, do të thonë shprehje të lloj-llojshme që njeriu duhet ta di se nuk do t'i hik asnjë njeriu, nuk do ta huq vdekja asnjë njeri. Thot, ka thënë Abdulaziz ibn Suleiman al-Abrash, ja hadim al-ladhati, ma minka mahrabu, tuhadhiru nafsi minka ma yusibuha. Do thot, o shkatruesi knatësive, do të thonë vdekja, dhe nuk ka mundësi të iket prej teje. Kurse nefsi jem vetëm largohet, do të thonë që mendon se nuk do ta qellosh. Ra'aytu al-manaya qusimat bayna anfusin wa nafsi ba'dahunna sayati nasibuha. Edhe kam pa se vdekja është ndar mes njerëzve, do të thonë të gjithë është e caktuar, edhe e di se edhe vetes time, do të thonë do t'i vi kjo, do ta qelloj. Thot, ka thënë Kurejzi, inna man asha aminan fi sururin, qa'idan min sururihi fi ghururi, ma liman yadhkuru al-maqabira wal-mauta idha kana aqilan min sururi. Do thot, i shoh njerëzit se jetojnë në lumturi, edhe duke vazhduar në këtë lumturi, bëhet i vetmashtruar, do të thonë. Dhe mirë po një njeri që i kujton varret dhe vdekjen, do të thonë nëse është i mençur, nuk e tepron këtë gëzim, do të thonë nuk habitet pas të mirave të dunjas. Pastaj me zinxhirin e tij ka transmetuar autori rahimahullah nga Ali ibn Salama al-Halabi, se ka thënë sami'tu abi yaqul, pra kam dëgjuar babain tim duke thënë kana Muawiya yaqul, do thotë Muawiya radhiyallahu anhu thoshte ana wallahi min zar'in qad istuhsid. Ka thënë unë jam prej të mbjellave që kanë filluar të korren. Do të thonë jam një kallin këtë fushën e grurit që ka filluar të korret. Do të thonë patjetër se do të më vi mu rendi, thot Muawiya radhiyallahu anhu. Prandaj do të thonë udhëheqja e tij ka qenë me mençuri edhe me këtë kulmin e genialitetit, do thotë, se e ka pas parasysh se vdekja do të vi. Do të thonë krahas këtyre tjerave që u thanë, që i ka pas Muawiya radhiyallahu anhu, e ka pas edhe këtë njohuri se është në rendin e atyre që do t'i vi vdekja. Edhe thot kur është përmendur Abdullah ibn Amir ibn Kurejz dhe Al-Walid ibn Uqba, këta të dy kanë vdekur. Njëri prej tyre ka qenë më i madh se Muawiya, mosh, tjetri më i vogël. Ja kanë përmendur se të dy kanë vdekur, ka thënë këtë varg të poezisë, idha sara men khalfa mri'in wa amamahu wa ufrida min ikhwanihi fa huwa sa'iru. Do thotë kur ecaj që është para dikujt edhe ai që është mbrapa, të dy të ecin, do thonë patjetër edhe ky është duke ecur. Do thonë në rresht kur ec edhe ai para edhe mbrapa, edhe ky edhe nëse pret edhe mundohet të qëndrojë në vend, patjetër se do të ecë me rreshtin. Do thonë pra njeriu duhet marrë shembull dhe mësim nga ndodhit për rreth.
Më thonë, vdesin njerëz që janë më të moshuar se ne, vdesin njerëz që janë edhe më të ri se ne, edhe shokët tanë gjithashtu. Prandaj, kjo si ka thënë Muawija radhiyallahu anhu, do të thonë, jemi në një fushë që ka filluar të korret, edhe në secilin moment do të vi rendi. Pastaj ka transmetuar nga Omar ibn Dharr se ka thonë, waritha fatan min al-hayy daran an abaihi wa ajdadihi. Do thotë, në një vend, një djalë i ri ka trashëguar një shtëpi prej gjysërve dhe baballarëve të tij, do të thonë një shtëpi që e ka ndërtuar ata. Pastaj e ka rënu atë shtëpi, edhe ka rindërtu, do të thonë një tjetër, e ka bërë një shtëpi të re, më të fortë dhe më të fuqishme. Edhe thotë, e ka pa një ëndër që dikush i ka thënë, ja ka thënë këtë poezi, do të thënë në ëndër, in kunta tatma'u fil hayati faqad tara arbaba darika sakinul amwati. Do thënë ti, nëse ke shpresa për një jetë, ti e sheh se këta pronarët e shtëpisë tënde janë mes të vdekurve. Anna tuhissu min al-akarimi dhikrahum khalat ad-diyaru wa badat al-aswatu. Do të thënë, si mendon, do të thënë për këta njerëz që kanë qenë, do të thënë që kanë kontribu, kur shtëpia zbrazur prej tyre, edhe zëri i tyre ka humbur. Do të thënë kanë qenë edhe ata në këtë shtëpi, e kanë ndërtu para teje, mirë po, nuk janë më. Edhe thotë, fa asbaha al-fata mutta'idhan. Edhe atëherë e mori këtë si këshill, ky djaloshi, edhe atëherë ndali shumë prej veprimeve që ka qenë duke i bërë deri në atë moment, edhe ju drejtu përmirësimit të vetvetes. Do të thënë, ky është qëllimi, pra përkujtimi i vdekjes duhet të jetë i dobishëm për përmirësimin e njerëzit. Edhe ta di se, siç tham, duhet të mbledhë mall për kësaj dynjaje më shpejt, sa më shumë kur është malli i lirë. Pastaj ka transmetuar me zinxhirin e tij nga Mis'ar, se e ka thonë këtë varg të poezisë, wa musayyidin daran li yaskuna darahu sakana al-qubura wa daruhu lam yuskani. Do të thënë, ka shumë njerëz që e kanë ndërtuar shtëpinë e tyre, do të thënë e kanë forcuar mirë, e kanë bërë të bukur dhe kanë banuar në varre, nuk kanë hyrë në shtëpi. Do të thënë, ka shumë njerëz para përfundimit të shtëpisë ose sa e ka përfunduar shtëpinë, i ka ardhur momenti i vdekjes dhe do të thënë këto planifikimet e gjata, shpresat e gjata nuk i bëjnë dobi shumë njeriu, do thotë nëse harron krejtësisht vdekjen. Pastaj thotë, ka thënë Ibn Zinxhi al-Baghdadi, law annani u'titu su'li lama sa'altu illa al-'afwa wal-'afiyah fa kam fatan qad bata fi ni'matin fasulla minha al-laylata ath-thaniya. Do thotë, nëse më përgjigjet lutja, mjepet ajo që do ta kërkoj, do të kisha kërkuar vetëm falje dhe mbrojtje prej dënimit. Sepse shumë njerëz i ka zënë nata, do të thonë kanë bujt në një dhunti, kurse ajo dhunti është larguar natën tjetër. Do të thonë e ka shiu vetëm një. Prandaj mos kërko shumë prej dunjas, por kërkoje faljen dhe mbrojtjen e Allahut në ahiret. Thot, ka transmetuar nga Ebul Atahia me zinxhir, autori rahimahullah, thot se ka thënë Ebul Atahia, shkova te Harun al-Rashid, prisi besimtarve, dhe kur më pa, tha ajeti Ebul Atahia, i thash po, tha alladhi yaqulu ash-shi'r, do të thënë ai që do me ka di me thon poezi, ka thënë po, ka thënë idhni bi abyati shi'rin wa awjiz. Thot, më këshillom me disa vargje të poezisë të shkurta, do të thonë shkurt, një këshill të shkurt në formë të poezisë, edhe thot Ebul Atahia, thash, la ta'man al-maut fi tarfin wa fi nafasin wa in tamanna'ta bil hujjab wal harasi. Do të thonë, mos u bëj sigurt kundër vdekjes, do të thonë mos mendo se nuk mund të të arrijë vdekja, asnjë moment, asnjë frymëmarrje, mos e harro. Edhe në qoftë se je i rrethuar me roje dhe ushtar, do të thonë. Wa'lam bi anna siham al-maut qasidatun li kulli mudarra'in minna wa muttarisi. Do të thonë, dije se vdekja ka shigjeta
që e qillojnë secilin që ka mburoj ose parzmore. Më thënë edhe mu vesh me hekur edhe me mburoja, ajo shigjeta e vdekjes depërton. Tarxun dhe ky vargu i fundit është me të vërtet një këshill e mirë që përmendin shumë dietarët këtë varg. Tarxun najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Do të thonë ti shpreson shpëtimin dhe shpërblimin e ahiretit, do të thonë, por nuk ec në rrugët e saj. Atëherë dije se anija nuk mund të ecë nëpër thatësi, në vend thatë. Do të thonë edhe ky shpëtimi nuk mund të vijë, do të thonë, pa i bërë shkaqet dhe pa u munduar, do të thonë, për përmirësimin e vetvetes. Pastaj ka përmendur një poezi tjetër nga Bessami, qad yasihhu al-maridu ba'da iyasin kana minhu wa yahliku al-awwadu. Do të thënë, shumë herë ka ndodhur që i smuri, i cili nuk ka pas shpresë se do të shërohet, është shëru dhe kanë vdekur vizitorët e tij. Më kanë shku njerëz ta vizitojnë që kanë qenë të shëndosh dhe të fuqishëm, edhe i kanë thonë, do të thënë i kanë dhënë këshilla kështu me radhë, ajo shëru mirë, po ata kanë vdekur. Wa yusadu al-qata fayanju saliman ba'da hulkin wa yahliku as-sayyadu. Do të thënë edhe atë gjahun do të thënë e gjuajnë ose i bëjnë kurtha gjahut, edhe ndodh që ai shpëton pa asnjë lëndim, kurse gjahtarët vdesin. Do të thënë gjahu shpëton. Prandaj kjo nuk është diçka e ndarë, do të thënë që dihet as nuk është e caktuar me moshë, as nuk është e caktuar me gjendjen shëndetësore, as nuk është e caktuar me profesion, as nuk është e caktuar me pasuri ose fuqi, me ushtri. Do të thënë, vdekja ashtu si e ka caktuar Allahu, si është radha, do të thënë nuk i zgjedh njerëzit. Prandaj secili askush mos ndihet i sigurt, edhe mos mendoj se ka afat, por duhet të jetë i përgatitur për vdekjen në secilin moment. Pastaj ka përmendur, do të thënë, këto kuptime, gjithashtu i ka thënë prap autori rahimahullah. Po, pastaj thot një poezi tjetër nga Al-Kuraizi, amwaluna li dhawil mirathi najma'uha wa duruna li kharabi ad-dahri nabniha. Do të thënë, ne i mbledhim pasurit për trashëgimtarët tonë. Do të thënë, jo që të fitojmë për vetvete, dhe i ndërtojmë shtëpitë që t'i rënojë kalimi i kohës. Wan nafsu taklafu bid-dunya wa qad alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha. Do thot njeriu nefsin e ngarkon me brengat e dunjas shumë, kurse e di që shpëtimi prej saj është largimi prej të mirave, do të thënë, që janë në të. Falal iqamatu tunji an-nafsa min talafin wala al-firaru min al-ahdathi yunjiha. Edhe as qëndrimin në një vend, as ikja, vrapimi nuk e shpëton njeriu prej asaj që i është caktuar. Wa kullu nafsin laha zurun yusabbihuha min al-maniyati yawman aw yumassiha. Edhe secili shpirt, do të thonë, e ka atë vizitorin që do t'i vijë ose në mëngjes ose në mbrëmje. Pastaj ka përmendur me zinxhirin e tij nga Abdul Mun'im ar-Riyahi se ka thënë fuqida Malik ibn Dinar yawman. Do të thënë një ditë nuk e kanë pa Malik ibn Dinarin, nuk e kanë gjetur, edhe kanë thënë ejna kunta ya Aba Yahya, ku ishe o Abu Yahya? Ka thënë dola, do të thënë në filan vendin, edhe e kanë pyetur çka pe diçka të mirë në atë vend, cila ishte ajo e mira, thotë ajo që më pëlqeu më shumti ishte kur pash një grua duke u falur. Pastaj kanë thonë mirë, thotë pash tjetër më e çuditshme, cila ishte më e çuditshmja që e pe aty, thotë pash një pallat të fuqishëm të madh ndërmjet dy ujrave ose dy lumenjve ose dy detrave. Edhe gjeta ndert atij pallatit shkruar talabtul aisha أسعد ناعميه وعشت من المعايش والنعيم فلم ألبث ورب الناس طورا سلبت من الأقارب والحميم.
Do thot, e kërkova jetesën dhe knatësitë e dunjas, do të thënë me gjitha mundësitë, edhe jetova në mirësi, mirë po për një kohë të shkurt, pasha zotin e njerëzve, do të thënë, mu largun ato edhe më humbën të afërmit dhe shokët, do të thënë, ka ardhur përfundimi i të gjithëve. Pastaj ka thënë gjithashtu prej El-Ebrash, e ka transmetuar këtë poezi, walin nufusi wa in kanat ala wajalin min al-maniyati amalun tuqawwiha fal-mar'u yabsutuha wad-dahru yaqbiduha wan-nafsu tanshuruha wal-mautu yatwiha. Do thot nefsi ka edhe pse ka frikë, do të thënë secili njeri edhe pse ka frikë prej vdekjes, mirë po ka shpresa që e përforcojnë njeriu. Dhe njeriu i zgjeron ato shpresa, kurse koha, kalimi i kohës i ngushton. Nefsi i përhap, kurse vdekja i palos. Do të thënë i rëndit dhe i zvoglon ato shpresa që i ka njeriu. Mirë, pastaj ka thonë gjithashtu një poezi tjetër nga Imam Shafiu ka transmetuar, thot tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi awhadi. Thot disa njerëz dëshiruan që unë të vdes. Edhe ka thonë nëse unë vdes, nuk do të jemi vetmi, do të thonë që e kam kalu këtë rrugë. Patjetër se edhe unë do të vdes, jam një prej shumë atyre që kanë vdekur. فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي. Ka thënë thuj atij që ka mbetur pas atij që ka shkuar, do të thënë ka vdek njëri dhe tjetri është gjallë. Thuj edhe këtij se përgatitu edhe ti për radhën tënde se feka'an qadi. Do të thënë thuj se ka ardhur. Do të thënë llogaritë sikur të ka ardhur edhe ty vdekja. Do të thënë përgatitu për të, sepse askush nuk mund t'i ik. Pastaj ka thënë, ka dhënë një përshkrim të bukur autori rahimahullah, ka thënë se Allahu e ka krijuar Ademin alayhis salam prej dheut, pastaj ja ka mundsuar që të shkel përmi tokë, edhe të ecë përmi tokë, dhe i kanë nxjerr prej tokës, do të thënë ushqime të llojshme, dhe kanë ngrënë njeriu prej gjitha llojeve që dalin prej tokës, i kanë ngrënë, do të thënë bimët e tokës, frutat që i jep toka. Dhe pastaj vjen, do të thënë i vjen vdekja, edhe e fut nën tokë njeriu. Edhe i kthen gjitha ato borxhe që i ka pas, do të thënë atë që e ka ngrënë prej tokës, do të thënë tani toka do ta haje prej tij. Edhe ai që e ka shkel tokën me kamp, ka shkel mbi kurizin e tokës, tash aty dheu do t'ja thyej kurizin gjithashtu, do t'ja coptoj eshtrat nën tokë. Do të thënë prandaj duhet ta di njeriu se varri është stacioni i parë prej stacioneve të ahiretit dhe është stacioni i fundit i dunjas. Prandaj lum për atë që e ka përgatitur dhe e ka shfrytzuar dunjan për varrin e tij, dhe gjithashtu e ka çu përpara për ahiretin e tij. Pastaj ka thonë, ka përmendur një poezi tjetër që jep shembull që njeriu i sheh këto, domethënë i sheh varret si mbushen çdo ditë, edhe harron se edhe ai është në atë rrugë që një ditë të banojnë ato varret, domethënë në formë të poezisë. Dhe një poezi tjetër po ashtu ka thonë se a ke pa që njeriu, do thotë, idha ma atat lil mar'i 70 wa irtafa'at alayhi min as-70 10 kawamilu. Do të thënë, nëse njeriu t'i plotësohen 70 vjet, edhe pas këtyre 70 vjetëve edhe 10 të tjera, do të thënë i bën 80, atëherë ai duhet ta di se është vetëm një që është duke u përshëndetur. Do të thënë duke thënë lamtumirën, dhe shumë shpejt do të vijë momenti ku do të largohet. Mirë po, nuk është ky që i ka mbushur 70 ose 80 vjet, nuk është i sigurt se ai do të jetë i pari. Ka mundësi ai të qëndrojë në shtëpi, kurse fëmin që nana ja ndron pelenat, me thonë, ose jep qumësht,
shkon para tij. Do të thënë, prandaj askush nuk e di, do të thënë se kur është momenti i vdekjes dhe kur është afati i caktuar. Pastaj thot, transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Salih al-Mirri se ka thënë dakhaltu al-maqabir yawman fi shiddati al-harr fanadhartu ila al-qubur khamidatan kanahum qaumun sumut. Thot, hyra në Varreza një ditë kur ishte shumë nxehtë. Edhe i pash varret, do të thënë si, do të thënë Tirana, domek ai dheu që vihet për varrin ka pushu, ka fjetur. Do të thënë sikur njerëzit aty kuptohet që janë të heshtur dhe pa lëvizje. Edhe thash subhanallah, men yajma'u baina arwahikum wa ajsamikum ba'da iftiraqiha. Thot, pra subhanallah, kush do t'i bashkoj shpirtat dhe trupat ju të tuaj, do të thënë pasi janë nda, pastaj do t'ju ringjall dhe do t'ju ngrej pasi jeni shkatruar dhe jeni kalbur. Atëherë thot, merdhi një zë nga njëra prej këtyre varreve, tha ja Salih, wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi. Thumma idha da'akum da'watan min al-ardi idha antum takhrujun. Do të thënë është prej argumenteve të Allahut që qielli dhe toka qëndrojnë me urdhrin e tij. Pastaj kur Allahu do t'ju thrasë një herë, një thirrje, atëherë të gjithë do të dilni. Edhe thot kur e dëgjova këtë, mra të fikët, do të thënë ose me këtë kuptim. Dhe në fund të këtij libri, thot autori rahimahullah, qad dhakarna al-yasira min al-kathiri min al-athar. Do të thënë kemi përmendur pak prej shumë transmetimeve, prej shumë fjalëve që janë përmendur, wal qalila min al-jasimi min al-akhbar, edhe do të thënë lajme ose citate të pakta prej asaj që është e shumt fi kitabina hadha, do të thënë në këtë libër. Bima narju an al-qasida ila suluki sabili dhawi al-hija was-salik maqsada sabili ulin nuha, që shpresojmë që ky libër për ata që duan ta ndjekin rrugën e të mençurve dhe të ecin në rrugën e inteligjentëve, yakunu lahu fihi ghunyatun idha tadabbaraha wasta'malaha. Do të thënë ky njeri që e do rrugën e mençurisë do ta ketë të mjaftueshme këtë libër. Do të thënë shpresojmë se edhe pse kemi mbledhur pak edhe kemi lënë shumë për asaj që janë, kuptohet se dituria e autorit rahimahullah ka qenë shumë e gjerë, edhe ka shkruar shumë libra të tjerë, mirë po thotë kam përmendur pak për asaj në këtë libër dhe shpresoj që këto pak që janë përmendur të jenë të mjaftueshme për atë që e do rrugën e mençurisë. Edhe thotë kemi lënë shumë prej çështjeve të zinxhirëve, do të thënë nuk i ka sqaruar në detaje secilin zinxhir, do të thënë për që të jetë më e shkurt për njeriu, për lexuesin. Thot, ja'alana Allahu mimman da'athu tabashiru at-tawfiq ila al-qiyam bi haqa'iq at-tahqiq. Do të thënë Allahu na bëft për atyre që do të na vinë përgëzimet e suksesit, edhe do të realizohen, do të thënë mirësitë, intidharan lit-tamakkuni min rahmetihi, dhe duke pritur që ta fitojmë plotësisht mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala, wa talab al-wusul ila mahalli ahli wilayatihi, edhe e kërkojmë prej tij që të arrijmë në pozitat ose në vendbanimet e miqve të Allahut, të dashurve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot, innehu muntaha al-ghaya 'inda raja'i al-mu'minin wal mannu 'ala awliyaihi bi manazil al-muqarrabin, sepse Allahu është fundi, do të thënë, i shpresës besimtarëve, kulmi ose plotësimi i plot i shpresës besimtarëve, dhe ai është dhuruesi i pozitave të afruarve, pra atyre që janë të afruar tek Allahu. Allahu u adhuron këto pozita dhe thot wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin khatamin nabiyyin, do thot dhe salavatet dërgojmë për zotrin ton Muhammedin, vullën e pejgamberëve, wa alihi wa sahbihi wa ahli bejtihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, edhe për familjen e tij, për shokët e tij, për gratë e tij dhe për pasardhësit e tij, wa sallama tasliman kathira, edhe dërgojmë selamet shumëta, daiman ila yawmiddin, vazhdimisht deri në ditën e gjykimit.
Me kaq përfundon ky libri dhe e lutim Allahun subhanahu wa taala që t'ia shpërbej autorit me shpërblimet më të mira për këtë kontribut dhe t'ia fale atij dhe t'na fale ne prindërve tanë gjunahet dhe mëkatet dhe gabimet, rrëshqitjet, të gjitha. E lutim Allahun që përfundimin e këtij muaji, pasi sot është dita e fundit dhe minutat e fundit të këtij muaji të bekuar, e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na plotsoj edhe këto çaste me plotësimin më të mirë dhe përfundimin më të mirë. E lutim Allahun që t'i pranoj adhurimet tona, t'i pranoj agjerimin, namazin, sadakat, duat dhe të gjitha veprat e mira. Na i fal të gjitha gjunahet, ato që i dim dhe ato që nuk i dim, ato që i kemi bërë më herët ose ato që i kemi bërë më vonë ose do t'i bëjmë më vonë. E lutim Allahun që të na falë të gjitha gjunahet, të mëdhat dhe të voglat, edhe të fshehtat edhe të dukshmet, edhe ato që i dim ne edhe ato që nuk i dim, sepse Allahu është i gjithditur për të gjitha fshehtësitë. O Allah, na dhuro frikë ndaj Teje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndaj Teje që na çon në xhenetin tënd, na dhuro besim të paluhatshëm, që na i lehtëson sprovat e dunjas, na kënaq me dëgjimin, shikimin dhe fuqinë tonë sa të jemi gjallë dhe lëre atë në trashëgim pas nesh, hakmeru për ne kundër atij që na bën padrejtësi dhe na ndihmo kundër atij që na armiqson, mos na çoj sprovën në fen tonë, mos na e bëj dunjan brengën tonë më të madhe dhe gjithë diturinë tonë dhe mos na çon mbi kokë dikë që nuk na mëshiron. I lartësuar dhe i shenjtë i Tij, e gjithë lavdia të takon Ty, dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë post Teje, kërkoj falje dhe pendohem te Ti. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. آمين.